Pyetje tjetër që mund t'ja drejtojmë Hoxhës është si mund të jetë muslimani, është një këshillues apo nxitës në familjen e tij, me bashortën, fëmijët e tij për kërkimin e diturisë. Duhet që çdo besimtar normalisht që praktikisht ta bën këtë që Hoxha pyet për te, jo teorikisht, jo të thotë është mirë, duhet, nëse nuk dëmën hapa në këtë drejtim. Mendoj që është mirë që të kemi takime apo ndaja familjare ku së bashku e ndëgjojmë një ligjërat. Përpara njerëzit për shembull familjarisht kanë shku, për shembull ditë vikendi dhe ende e bëjnë këtë, ditë vikendi dalim me hajm një drekë së bashku. Ditë vikendi me gruan dhe me fëmijët dalim diku në piknik, pim një kafe kështu më radhë. Në rregull është kjo, s'po them që kjo është ndaluar, në rregull është kjo. Pse nuk e bëjmë traditë familjare, hajde për këtë vikend të cili Hoxh po shkojmë me një ligjërat familjarisht së bashku, apo? Dhe pas ligjëratës ta komentojmë së bashku në familje, kush e ka kuptuar më mirë, kush ka ndëgjuar më mirë. Dhe nëse fëmia për shembull ka kuptuar dhe ka mbajt mend hadithe më tepër, ta shpërblejmë këtë fëmijë. Ti ke mësuar 2 hadithe, ti tjetri, unë 3 kam mbajt mend nga Hoxha. Ja shpëlimin për ty. Ktu hapa konkret praktik e bëjnë që padyshim do të të aktivizohet, të ngjallet kërkimi i diturisë brenda familjes. Dhe gjithashtu normalisht duke u përmendur vlerat e saj, duke u sqaruar kuptimet e saj, nevojën që është për këtë dhe mënyrat e tjera ndryshme që mund të jetë këtë temë në vete, apo si ta ngjallim kërkimin e diturisë në familjet tona. Por mendoj se me projekte konkrete dhe me plane dhe strategji të caktuara mundemi që ta inkuadrojmë edhe familjen tonë kërkimin e dijes. Por kjo normalisht fillon prej neve. Qëse ne nuk jemi të përfshirë në kërkimin e dijes, ne nuk ndëgjojmë ligjërata, ne nuk lexojmë, atëherë padyshim se ai që nuk ka diç nuk mund t'i jap tjetrit.